إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بشيرًا ونذيرًا إلى يوم التناد فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Allahun të vetëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta të na ruaj prej të keqes dhe të këqijave, të cilat janë pasojë punëve dhe veprave tona. Dëshmojmë dhe deklarojmë se i vetmi Zoti i plot fuqishëm dhe i gjithë pushtetshëm, që e meriton të adhurohet dhe të madhërohet i vetëm dhe i pashoq, është Allahu xhelle xhelaluhu, Zoti i gjithësisë, Zoti i botrave, i vetmi absolut, triumfatori ndaj çdo zullumqari, sikurse dëshmojmë se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam është robi pejgamberi i dërguar i më i përzgjedhur Allahu xhelle xhelaluhu. E dërgoi Modhi Zot xhelle xhelaluhu përgëzues, qortues, lajmërues dhe udhëzues për mbar njerëzimin deri në kiamet. Paqja, mëshira, mirësia, drejtësia, begatia, shpëtimi Allahu xhelle xhelaluhu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe pasin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Enviem. Vëllezër besimtar, motra besimtare, këshilla veten time dhe ju t'i frikemi Allahu xhelle xhelaluhu, se pa dyshim do të jetë ajo ditë e moment kur do të ringjallemi dhe do të prollogaritemi para Krijuesit të gjithësisë për gjithçka kemi punuar dhe vepruar në këtë jetë kalimtare. Vëllezër dhe motra, jemi në vazhdim dhe në temën e betejës së Hendekut ose të Ahzabit. E tham dhe e theksum hutbën e kalume se si Modhi Zot xhelle xhelaluhu i përshkruan besimtarët e kësaj beteje para se të fillonte kjo betejë, dhe në realitet nuk filloi fare. Sot do flasim për shkaqet, rrethanat e kësaj beteje. Dhe sikur tham edhe hutbën e kalume, sikur kjo betejë është një vazhdimsi dhe por i përsëritet sot në ummetin islam. Dhe padyshim më të vogël, se kjo betejë e ngjashme, por se jo me të njëjtin krahasim, sikur thamë edhe xhumon e kaluar, është e ngjashme me betejën dhe agresionin gjakatar që po ndodh në popullin e Palestinës dhe në Gazën e pafajshme. Iniciatorët e kësaj beteje në ballinën e gjithë atyre që u bashkuan këtë betejë, kush ishin? Çifutët. Alejhim la'ainullahi al-mutataliya ila yawm al-qiyamah. Allahu i mallkoft dhe i shkatroft kudo që qofshin deri në kiamet. Nga mlefi, smira, urrëtia, shikoni, të gjitha këto janë komponente që i Modhi Zot xhelle xhelaluhu i ka mbjell në zemrat e atij solli. Mostre njerëzore janë të pakt. Mos kujtoni se jo të gjithë çifutët. Mos vëmë pa drejtësi. Ka prej çifutëve që besojnë në librat e tyre, në ata është i quajtur në thojzat fenë e tyre, pa mos i hyj analizës u pranohet sipas këndvështrimit islam. Ama ata të cilët në zemrat e tyre të lindura, natyrshme, i glabëron vetëm urrëtia mlefi,
vllavrasja për tjerit, të pakët janë numër mirë, po të shumët dhe të rrezikshëm dhe dominant në pasojat çka po ndodhen në botë. Deshën dhe vendosën dhe morën vendim që ta çrënjosin një herë mirë farën e Islamit me kryesorin e tyre që ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe iniciatorët e parë të kësaj lufte ishin jehudët e Beni Nadhirit. Pra kemi dy fise jehudësh që futësh në Medinë. Fisi Beni Nadhir po fisi Beni Quraidha. Fisi Beni Nadhir e prishi marrëveshjen që kishte bërë me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam sa po emigrojnë në Medinë. Shkaku i prisjes kësaj marrëveshje, kurthet dhe intriget dhe ligësi që mban ky soi njerëzor me fjalën tabiatin, natyrshmërinë e tyre. S'po i hym tizën. Unë ngren përfaqësuesit e këtij fisi dhe mobilizuan të gjithë aleatët e tyre me në krye Abu Sufjanin që ishte prisi i politeistëve të Mekës. S'pari herë bon aleancë me Mekasit. Fuqie madhe politistët e Mekës në atë kohë. Morën edhe i qik fryme dhe pushtet dhe famë pas betejës së Uhudit. Pra ju e dini që betejë e Uhudit po të thurë si qenë në disfavor të muslimonëve. Pas aleancës që bon me Mekasit, panë fiset që ishin për rreth gadishullit arabik, me fiset e Gadafanit, me fiset e Tuhames, pra mobilizun të gjithë politeistët dhe mushrikët arab në lindje dhe në perëndim. Dhe organizun një ushtri prej 10.000 ushtarësh. Mobilizun gjithë shka kishin dhe posedonin, dhe t'i jipshin një goditje finale dhe fatale i here për gjithmonë shtetit islam. Ky ishte plani atyre. Ama Allahu Xhelalu mbi shtat qej, ata thurin plane dhe i moti Zot u adishton planet. Kur erdhën dhe rrethun Medinën, u përhap lajmi që Medinja është rrethuar në 4 anët. Ndodhja e që përmenëm hutbën e kalume, u frikun dhe u të mërrun besimtarët. Diçka e zakonshme, natyrshme. Ishe njerëz. Mirë po bëni Allahu Xhelaluhu ymër dhe shkak dhe sebeb që të përdorin besimtarët një strategji lufte që si shpërdor dhe njoh nga dishullin arabik. Çfarë? Hapën një hendek dhe thuhet që këtë mendim për hapjen e hendekut për herë të parë si strategji lufte dhe mbrojtje nga dishullin arabik e ideoj dhe sugjeroi sahabi i nderuar Salman al-Farisi radhiyallahu anhu me origjinë nga persët, duke qenë që kish përvoj lufte nga origjina e tij, i tha o Resulullah, nuk kemi rrugëzidhje tjetër vetëm se çfarë të hapim një hendek rreth e qartë Medinës, që mos t'i lejojmë me hy, se po hynë Medinën na çfarosën shumë, sikur thëmë 10.000 ushtar, 10.000 ushtar, 10.000 frym nuk i kishte akoma Medinja gjithsej në atë kohë. Këshisoj veprun, hapën hendekun, në ditët më të ftohta sikur kishte ndodhur në herë nga dishullin arabik. Ftohtë. Këshisoj që edhe koha e kësaj beteje në dimër, në skamjen më të papame,
Puna mjaft e rëndë, do të hapshe një hendek gjigant që mos të kalonte kam robi. Kërkonte fuqi, forca, krah pune. E shumë të shumicës asaj ushtrie që u mobilizur për karshi kësaj betejë thuhet kanë qenë 3.000 vetë. Po jo të gjithë të aftë për më marrë me këtë punë. Sa që dhe në kryet të punës dhe të mbajtjes dhe të ngritjes dheut nga poshtë larg, kryesoi dhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sa që thuhet i pjesë e mire sahabëve të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ngelën, u gjënjëzun për shkak të urisë. Nuk kishin që të hanin, ushte rrethu Medinja, s'kishte ma hyrje dalje madrash. Embargo. Të dalim edhe me lidh me situatën e sotme. Sa që thot Gjabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kur e pash Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, në thellësit hendekut, e kuptoni fjalën hendek apo jo, se po flasim hendek përdoret edhe në Shqipen e Virtë. Kanal i madh, pozicion, luftarak, apo e thjeshtëm. Thot ky sahabi nderuar kur e pash Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në thellësit hendekut, me kovën e dheut duke e ngritur lart, dhe kishin gjesh një gur për barku lidh, dhe shtërngu barkun me çfarë? Me i gur, për shkak të urisë dhe mospasjes ushqim, thot nuk e durova mo këtë të pame. Me i herë thot shkova dhe i thashti me shoqe, oj gru, shpash Zotin, thot, shif, çfarë mund të na bëjsh diçka për të ngranë vetëm për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Se e pash në një gjendje që unë nuk mund të kthehem më, me e pa për s'dyti. Subhanallah. Kush kanë qenë ato burra dhe kush jemi ne sot? Dhe thuhet, sakrifikoi një kafsh me i fjalë dele dhi shati, thonë arabët, një bertimt, e theri dhe e përgatiti një kulaç buke, dhe shkoj dhe në mënyrë tinzare, jo se ishin gjithë të rritur, gjithë barkun me gurt lidh, i thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Të bash do të në një gjendje që s'mujta me adhuru mo vetën, dhe shkova dhe sakrifikova diçka modeste, thot, ushqim, për me ngop pak barkun dhe me heqat gur që e kishe shtërgu aq shumë. Ashtu thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot dhash bereqe dhe mirësi në dynjë dhe në ahiret. Dhe thuhet i fryni Resulullah sallallahu alaihi wasallam asaj ene dhe ati kulaçi buke, me frymën e tij bekume. Sa që hangër dhe unë ngopën, matë enë me lëngë mishi dhe me capa mishi, matë kulaç buke, 1.000 ushtarë. Dhe mbeti ushqimi si kur ishte nenë. I fundit që hangër dhe unë ngop, ishte Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ky ishte i pari dhe generali i luftës, që sakrifikonte gjithçka për sahabët, besimtarët që i gjindeshin për qark. Ç'ndodhi? Pas gjithë kësaj sakrifice, vendosmërie, guximi, qëndrese, si kur thamë edhe hutben e kalume, pati dhe lëkundjen mesin e këtyre besimtarve, jo të gjithë. Tilla ngjarje, tilla ndodhi, tilla sprova janë në rangun dhe në vendin e sitës. E kuptoni sitën? Shosh i thomine.
edhe gjuha gegnishtja ka kuptimin e saj të omël. Çfarë bën shosha? Set dhe çfarë heq nga milli ato pa pasërtit. Këshisoj që edhe kjo betej, njësit, ndërsitat, mo vendimtarët ndër gjitha betejat që u ka paraprit Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe o vëllezër, është e para dhe e fundit betej që nuk ka guxu kush prej armiqve të Islamit të hynë dhe të pushtojnë vendet islame. Përderisa ishte çështja e khalifatit Rashid, ose mos u bon si u bon, ha? Po deri atëherë, prandaj thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nagzuhum fala yaghzunana." Pasi përfundoi betejë, tani e pas thot ne do t'i sulmojmë dhe ata kurrë nuk do të na sulmojnë. Betejë vendimtare. I siti dhe i shkulloi të gjitha meturina që ishin mesin e Islamve prej munafikëve. Se i pjesë dërzertun, i pjesë haptazi thonë, s'kemi takat me luftu. Pra nga hendeku u këthyn, s'mujtën me ama të qëndrushmi dhe të besës, qëndrun. Se i dhanë besën Allahu dhe Rasulit, sallallahu alaihi wasallam, dhe thanë, hadha ma wa'dun Allahu. Thanë, kjo është ajo që na ka premtu Allahu xhelle xhelalu. U sadaqa Allahu wa rasul. E vërtet është ajo. Dhe i vërtet është premtimi Allahu dhe i dërgumit të tij. Wa ma zadahum ila imanan wa tathbita. E kurse si vetëm se atyre u shtoi besimin, vendosmërinë dhe qëndrueshmërinë në fenë Allahu xhelle xhelalu. Vazhdon Allahu xhelle xhelalu duke përshkruar detajat e betejës, është ndër surët më të veçanta, suratul Ahzab, që fol në mënyrë detajume për këtë betejë. Dhe thuhet që Resulullahi sallallahu alaihi wasallam derisa beteja mori ngjyrën e fundit të finalizimit, nuk pa gjë tjetër më, ose s'kishte gjë tjetër më në dorë, vetëm se ti lutej, ti përgjërohej Allahu xhelle xhelalu. E vetmja forcë, i vetmi burim frymëzimi dhe triumfimi tek muslimanët dhe përmbar muslimanët. Është fuqia Allahu xhelle xhelalu që me të ardhë keq, shumë prej nesh janë shkallon. Shumë prej nesh mbështetet në mjetet rrethanore dhe harron fuqinë absolute të Allahu xhelle xhelalu, që s'ka fuqi dhe pushtet në botë ta përballoj ose ta sfidoj. Prandaj dhe muslimanët, subhanallah, kudo që janë, kudo që luftojnë, kudo që sakrifikojnë, edhe se me dhimbje, edhe se me humbje, edhe me se disfata her pas here, kur nuk shuhen, kur nuk farohen, pse Allahu xhelle xhelalu bishtat që i ka premtu kësaj feje dhe pasuzve të saj, që kur nuk do të farohen dhe nuk do të shuhen, për kundrazi, fundi dhe ardhmja i përket kësaj feje dhe i thtarëve dhe pasuzve të kësaj. Kjo është ajo që muslimanët duhet të rrënjosin zemrat e tyre. Sa do që të na luftojnë, sa do që të na masakrojnë, sa do që të na rrethojnë, o vëllezër o motra, jeni të bindë dhe të qartën vetët tuaja. Se armën që posedojnë muslimanët anë e kanë botës, nuk
ka lind dhe nuk ka lind kushi ta prodhoj dhe ta krahasoj dhe ta barazoj me potencialin e kësaj arme që kanë muslimanët në dorë. Dhe kush është kjo armë? Jo raketet, as ato bombat bërthamore, as ato më thete. Besimi i pastër me bindje të kimadhërishmi Allah Gjelle Gjelalu, kush është me Allahun, i mbështetet Allahut, i lutet dhe i përgjerohet Allahut, s'ka fuqi dhe pushtet të në botë që t'i dali karshi. Mirë po. Kjo do vërtet besim dhe bindje, si kur dhe e thekson Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në lutjet e tij. Dhe këto lutje o vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, janë të përjetësuar deri në kiamet. Për mbar muslimanët e besimtarët. Prandaj që pas kësaj beteje, gjithkush shkonte Resulullahi në për beteja, në për adhurime që janë madhështore, si kur është adhurimi i umrës ose i haxhit, kur Resulullahi sallallahu alaihi wasallam nuk e harronte përsërituri këtë dua që e bani sunnet tradit në momentin më të vështirë dhe më delikat për ummetin islam në këtë betejë. La ilaha illallah wahda, nasara abda, wa anjaza wa'da, wa hazama al-ahzaba wahda, wa la shay'a ba'da. Subhanallah. Njësim të madhërishmit Allah Gjelle Gjelaluhu, pa krahasueshmit, pa imagjinueshmit, absolutit në gjitha drejtimet, i vetëm dhe i pashoqshëm në çdo aspekt dhe në çdo adhurim, është Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ai i cili kur nuk e zhgënje premtimin e tij. Hasha, në qoftë se na njëri prej nesh dyshon ke premtimi Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe është i vetmi që e ndihmoi dhe e triumfoi robin e tij, ke Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, në momentin më kritik. Dhe i vetmi absolut që e triumfoi islamin dhe muslimanët karshi ahzabëve, grupatorëve, aleatëve që në bon sebeb dhe pa të në bon jetë me të shënjos islamin. Dhe kur nuk do të ketë pas kësaj ndodhije, diçka me vja që do e dëmtoj islamin dhe muslimanët. Premtimit modit Allah Gjelle Gjelaluhu. Është sunnet dhe preferume që kur shkoni me bë umrën haxh në Mekë, kur hyp në malin e Safas, është ajet tjetër, është ajet kuranor, mi më para se dalsh ke ajeti kuranor, është mirë të kthehesh nga kibla dhe të përmendsh dhe të lutesh me këtë dua. Kanë thonë ulemat është duaja më specifike që Resulullahi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë momentin më kritik, dhe me i herë Allahu Gjelle Gjelaluhu ju përgjigj kësaj lutje dhe kësaj duaje, çfarë ndodhi? Su ngre shpatën këtë luftë. Vetëm gjatë ditëve të rrethimit her pas herë gjurin me njëri tjetrin me shtiza dhe shigjeta nga larg, se ishte hendeku. Dhe për kujtes, në këtë betej, u plagos dhe ra dëshmor sahabi i nderuar kush? Froni Allahu Gjelle Gjelaluhu. Froni Allahu Gjelle Gjelaluhu u dridh dhe u tund me vdekjen e këtij sahabit nderuar, Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. E këshisoj Allahu Gjelle Gjelaluhu, e triumfoj Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët, karshi zullumqarëve dhe politeistëve në këtë betej. E lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu të nxjerrë mësime dhe këshilla nga kjo betej. E lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu të harrojë islamin dhe muslimanët nga intrigat dhe kurthat e të pabesëve dhe të pafeve. E lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu këtë ditë madhe, ditë e xumë, t'i pranoj lutjet dhe faljet tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Vëllezër dhe motra, kjo betejë finalizohet nëpërmjet ushtrisë Allahu Xhellal Xhelaluhu, ushtri e cila s'ka numër dhe shifër. Ushtrit e të modit Allah Xhellal Xhelaluhu nuk ja di numrin vetëm se i plot fuqishmi Allah Xhellal Xhelaluhu. Pashka që i modhi Zot Xhellal Xhelaluhu thuhet ka zbrit 1000 me lajke dhe në krye të tyre Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Dhe këto me lajke frynë në zemrat e këtyre të pafeve dhe të pa din dhe i kaploj zemrat e tyre frika, tmerri, trishtimi dhe ikën nga sytë këmbët. Pra nuk e pa njëri tjetrin, njikja. I pasoj dhe i shoqëroi era e fuqishme, stuhi e fuqishme, erë ftohtë dhe acar, sa që thuhet i shkulli dhe i çranjosi gjithçka kishin pozicionu në rrethinat e Medines me çadra, me me plaçk lufte, me i captoi dhe i shpartalloi era e fuqishme. Dhe përshkruan Allahu Xhellal Xhelaluhu fundin dhe finalizimin e kësaj betejë triumfatore ndaj Muhammed në favor të muslimanëve të Muhammed Mustafait alayhi salatu wassalam dhe në disfavor të qafirëve dhe të pabesëve, duke thënë وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. E këshillsoi Allahu Xhellal Xhelalu me madhninë e vet, i kthej të poshtru me humbje, frikë, trishtim, ata të cilët mohun dhe i kish kaplu zemrat e tyre mlefi dhe hakmarrja karshi muslimanëve. U kthyen sikur kur në i herë njëtën e tyre të poshtrum dhe të humën dhe të sfidum. Dhe u mjaftoi Allahu Xhellal Xhelaluhu me fuqinë e vet dhe ushtrinë e vet pa numërt që muslimanët mos përballeshin me luftë. Dhe këshillsoi vëllezër u mbyll kjo betejë. Në hutbën e ardhshme me shpresë të Allahu Xhellal Xhelaluhu do të marrim këtë betejë dhe do ta zbresim në aktualitetin ton që ndodh sot në zemër të botës islame, që është Palestina. Besoj sikur e thash dhe e them që kjo betejë është e ngjashme sikur ka zbrit dhe ka ndodhur sot në ditët e sotme dhe po ndodh sot. Mirë, po vaj me det për shumicën e muslimanëve që me të ardhë keq janë kaq të shurdhu dhe të verbu dhe të hutu dhe të shpërqendru nga kjo masakër që po bëhet aty në emër të besimit dhe të fesë. Dhe alhamdulillah për atë pakisë muslimanësh që me pak me shumë, sikur dhe me i fjalë, sikur dhe me i lutje, prap nuk e harrojnë të drejtat e vllaznisë që kena për njëri tjetrin në këtë fe, por se aq sa kena takat, i kujtojmë, i përmenim, u gjindemi me aq sa na ka dhënë i Modhi Zot Xhellal Xhelaluhu fuqi dhe takat. Ja Rabi Modhi, Allah mos na sprovoft sikur ka sprovuar ata. Ja Rabi Modhi Zot Xhellal Xhelaluhu, edhe nëse na sprovoft, na forcoft besimin. Se në të tilla sprova, o vëlla o motër, kujdes, se kanë humrë dhe rëshqit njerëz me influencë dhe kosha me goxha pesh dhe dije në fe dhe jo, ne dhe niveli jonë. Subhanallah, këto janë sprova që o Zot mos na sprovon, o Zot na bë qëndrueshëm me besim të vendosur në këtë fe, se mbase sikur ka parashiku dhe paralajmëru Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, bëhemi prej atyre që gëdhim besimtar dhe grysim pa fe dhe pa din dhe pa iman, për shkak të këtyre sprovave të lahtashme që do ta godasë ummetin islam para kiametit.
Mjaftomi o vëllezër me kaq. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu për ne dhe për ju, falje, mëshirë, mirësi dhe begati. I madhi Zot xhelle xhelaluhu zemrat dhe shpirtin me iman, ne në gopt, dhe ne pais dhe ne forcoft, prej gjinohesh dhe mëkatesh ne pastroft. Vëllezërit dhe motrat ton ka shifes pastër ju zov dhe i drejtov dhe i përqendroft. Na falt neve dhe prindit tanë të gjallurit prej tyre dhe të vdekurve. E mjaftojmë këtë, e përfundojmë këtë hutbë me salavatin më kuplimtor për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe themi: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.